بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل عملنا كله صالحا وبوجهك خالصا Allahun xhallashanuhu e falenderojmë, ata e madhrojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavat, selam, paqja, mëshira Allahut qoftë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri ditën e Kiametit. Ajo cilën sot dusha të flas unë vëllezër të nderuar, që të kontribojmë për ata më të rit, nga se rinia janë ardhmëria e një popullit. Sot jemi ne, pastaj mas 50 vjetëve, apo mas një 30 vjetëve, ndoshta ne nuk jemi, Allahu alem, po do të vinë që ta më të rit, si zakonisht. E atëherë, në qoftë se dëshirojmë të kemi në një shoqëri të shëndosh, atëherë duhet me finansu në rinin e saj. Në qoftë se dëshiron të shkatrosh një popull, shkatroja rinin e tyre. Va të regoj një rast në Andaluzi, kur muslimanët ishin në Spanjë. Shkojnë disa dhe vëzhgojnë situatën e muslimanëve, dhe kur e shohin se ata aq kompakt besimtar mirë, thot mos i ngusni këta, se këta janë njerëz me karakter moral të lartë. Po thot çka shtinja alkoholin, prostitucionin, bigjozin, lidhjet në haram, edhe atëherë mas disa viteve do të shohim se do të shkatrohet ajo shoqëri. Kthehet një komision, një njëjti komision që u dërgu nga vendet, domethënë armike të Andaluzisë në atë kohë, dhe kthehet dhe i shiqon do të ri. E shef një djalë të ri, herën e parë kur shkojnë atje shohin një djalë i ri, babë vet ka shkupi shtëpie se nuk ka qenë ndëgjueshëm ndaj prindit të tij. Edhe thot pse u largove, thot se i dal babës para, s'kam ftyrë, thot i dal babës, ku mbuan ndonjë send të keqe. Edhe thot, po çka bën? Thot sonde do të rri këtu jashtë se më herët kanë qenë qytetet të izolluara me si kështjella, me murnaje. Dhe ka dalë jashtë murrive të qyteteve dhe kanë net aty. Po thot s'ke frikë ti? Thot jo, thot, kështu thot ndoshta di vije turp, di vije keq. Domethën babës tim ku të shohë se gjithë natën s'kam shku dhe gjithë natën kam fjet dikun të jashtë dhe nesër kur të shkoj ai me atë zemrën e butë që i ka ardhur keq për mua se kam flet gjithë natën dikun, do mpresë edhe të ma falë gabimin. E kështu do me thonë, njerëzit kur kanë pas karakter dhe moral dhe sjellje dhe turp, kanë pas turp të del, të bën një zullum apo një krim, edhe t'i del dikuj për para. E momentin që largohet turpi edhe largohet morali edhe sjellja dhe karakteri, atëherë, si thot pejgamberi alesam, prej fjalëve që e përmendshin të gjithë pejgamberët të mëhershëm, in lem tastahi fasna ma shit. Nëse s'ki e marrë bën që të dush. Çka të dush bën? Ai që s'ka marrë, çka s'bën ai? Çka s'bën, s'ka kufi për atë njerëz që s'ka marrë. E thot çka, kur erdhi një delegacion tjetër ta shef situatën e muslimanëve në Andaluzi, do të thonë ishte Spanja, një pjesë e Portugalisë, e Francës, ishin shtet muslimanë në atë kohë. Thot çon një delegacion që shohë ku ka arri niveli i rinisë së tyre. Edhe takojnë një djalosh njët jashtë qytetit, do të thonë atje. Thot ti çka bën këtu? Edhe thot ishte duke qaj. Thot çka bën? Thot më kalon dashnorja. Më thonë këtu kam ri, po thot çka bën? Thot kujtohem, du të bëj vetvrasje, po se di, s'jam i sigurt, kam frikë. Dhe më thonë kështu kishte mri, e thot këta janë popull cilën qëtash vetëm ju bunin i zohë, sulmonja dhe u kri puna dhe qashtu ndodhi, u rafshuaj popull, ketë musliman ishte, smet ati musliman mo, edhe dhe më thonë u fshiten musliman. Karakteri o vlezër në qofë se dëshiron të ndreqish një shoqëri e ndërton karakterin e tire. Kështu pësuan edhe nuk met pastaj musliman në Spanjë. Gjithsesi që njeriu, fëmiu sa është i vogël, thonë të një profesor, kur është fëmiu i vogël, mendjen e ka të komët, do me thonë lund, gareset, lunet, vrapone, dhe ai nuk din, që ajo është dëshira e tij. Thot kur rritet pak, e ka mendën mbres, do me thonë çështjet e epshit ma shumë me preokupojnë. Pastaj thot kur rritet i vin mend bashkë duhet në kri. Do me thonë kështu, shkon mendja për tërma. Po ti që i ke mend këtu, vepro dhe mendo për atë që i ka mendet ke komët, sa i s'din. Ai gjithë ditën me e lonë, tënë ditën, ai të luaj lunë.
Mirë pa jo është koha el waktu ke sajfi. Koha është si kur shpata. Në qoftë se nuk e pret ti, ata jo të pret ti. Në qoftë se shfrytëzon kohën dhe të mësojsh diçka kur je i ri, atëherë kur të plakësh më me dash që të mësojsh ajo shumë rëntash. Prandaj kanë thonë një fjalë popullore, arabët thonë el ilmu fi sigari ke nakshi fil hajar. Ai cili mëson kur është i vogël, është sikur ai që e gdhen dëngurin. A thot a dia, do më thonë dia kur plakët njeriu, si më mëson njeriu kur plakët, sikur ai që e gdhen të akullin. E gdhen të akullin, më pas kur vjen dill i shkrehet e shkon në atë që e gdhen, mirë po ngur nuk shkrehet dhe nuk shkrihet guri, do më thonë dembese për herë. Çka të gdhendet kur është i vogël, atëherë ajo mbetet. Prandaj o vëllezër të nderuar, nëse ne që Allahu na ka bërë të pjekur dhe njeriu kur bën mbi 40 vjet më tamam kompletohet kreatura e tij, sidomos në intelektin e tij, atëherë ti si i pjekur mund duhet me mendu për atë që nuk e ka mendën atje ku është hajri dhe dobia e tij. Ti duhet mendojsh për atë, ti e përgjegjës për atë, dhe ne kena fol kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, çdo kush është bari dhe çdo bari përgjigjet për kopën e vet. Askush nuk i merr ti shtinë delet në burg pse kanë hon karrën e çetërkuj. A keni pa atë një thot, ti morëm delet e filonit edhe ti shtim në burg, edhe më japin bar pse se ata kanë hin livadin e çetërkuj. Jo, po cilën kush përgjigjet për delet, bariu. Çobonin merrni, hasta ka ta paguajsh domin ti, se delet e tua, po nuk unë me delet, ama delet e tua kanë shkuar ti ke qenë përgjegjës edhe ti jep llogari për ta. Prandaj do të përgjigjet njeriu për fëmijën e vet. Do të përgjigjet njeriu për fëmijën e vet para Allahut. Ai ka dhënë hakun që ta edukon atë, a ka bua diçka për atë. O vëllezër të nderuar, ne shpesh herë jemi të kujdesshëm të ushqim fëmijën mirë, ta veshim mirë, të jetë ngrohtë, modern, me tesha të bukura, mirë po që ta ushqim moralisht dhe të punojmë për sjellje, për të mësuar diçka që është e hajrit, atëherë shumë pak. Sidomos për fenë, elhamdulillah për punën e dinjos i kemi shkollat sidomos këtu që i mësojnë mirë, elhamdulillah, shiqir që janë shkollat se ne vet pala di kishim mësuar, mos dishim të bëjmë doktor fëmijët e tonë, se vetë simi doktor. Mirë po vëllezër të nderuar, ne mund të mësojmë moralin dhe fenë dhe dinin që u duhet për këtë dinjo dhe u duhet për botën tjetër. Vëllezër të nderuar, ne bollva kemi mbush barkun, po të mbushim pak edhe shpirtin, të mësojmë dhe të edukojmë. Në qoftë se fëmiu o vëllezër të nderuar, gjeneratat e reja nuk edukohen si duhet, atëherë ki njeri kemi thonë se mund të bëhet një egërsin, një armiku i prindit vet. Dhe Allahu dhul xhelal e shkruajti dhe na tregoi në Kur'an, ja ayyuhalladhina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharuhum. Thojë që keni besu, sa disa prej fëmijë prej grave tuaja dhe fëmijëve tuaja janë armiq të juj. Subhanallah. Njeriu i cili e don më shumë, ai të jetë armiku jot, hasmi më jot, atij që jep bukë, ai të kthehet edhe bëhet hasmi jot. Gruaja ti kujdesesh për atë, fëmiu ti kujdesesh për atë. Po çka kjo grua dhe ky fëmijë mund të jetë hasmit më të fuqishëm ndaj teje. Prandaj tha keni kujdes. Për çfarë kemi kujdes Allah? Në qoftë se njeriu nuk e edukon fëmijën e vet, atëherë ai mund të bëhet vend që të jetë ai që i ndihmon dhe e përkrah dhe e ndihmon prindin e vet dhe e qunë këtë ibadet dhe me këtë shpreson që shkon në xhenet se ki sjellët mirë me prindin e vet, ai bëhet hasmi, thot inshallah vdes baba. Inshallah sa më frek vdes ta që marr pasurinë. Në vend që ki ta ndjen jetën e babës ta ndjen e krenari për këtë. Elhamdulillah, ka dash Allahu dhe i ka dhënë jetë prindit tim dhe mua ma kalon një derë xhenetit për ditë marr sevape. Dy varianta. Dikush ta lëvdesë sa më shpejt. Pse thot jamar pasurinë unë këtij, ai tjetri bile mund ta paguaj edhe një thot, hec shkon mbytë thot që t'ja marrun pasurinë, e dikush tjetër thot jo, Allah i dhash jetë gjatë sa 200 vjet ti bone. Pse se kjo është një ibadet për mua që unë me në këtë mënyrë arri kënaqësinë Allahut. Prandaj kur ka qenë një njeri prej gjeneratave të para, thot shumë qanë, thot normal secili di vdesin prindit, thot po vlla, thot po mua sot më mshël një derë për të hyrë në xhenet. Do të thon prindin e ka quajtur një derë të xhenetit. E kjo për të ardhur në këtë vetdije, për të ardhur në këtë ideologji duhet mësohen. Duhet të edukohet, duhet të thosh atij fëmijët se ti një respekt që ja bën prindit tënd, me të e kënaq para Allahut dhul xhelal. Ta kënaqë Zotin Allahu, të kënaqë me krejt mirat e dinjos. Vëllezër të nderuar, njerëzit kur largohen prej fesë Allahut, atëherë humbin rrugën, nuk dinë si të kënaqen. Në vend që njeriu të kënaqet me prindin e vet,
ai lodhet me prindin e vet. Pse? Se nuk edukuaj të rije me prind dhe t'ja ditë vlerën dhe ta ditë se më mirë është të rish me babën dhe të bësh hizmet dhe nonën se sa ti jesh pa ta. Kur nuk edukohet në atë mënyrë, pastaj e mësohet ndryshe. Prandaj ne thomi, sa nuk janë rrit ata, sa nuk janë edukuar ndryshe, duhet vepron dikush, duhet t'i mëson dikush. Hez me bir në xhami, hez mësohet çka na thot Allahu, ne mu si bab edhe ti si fëmijë, e kështu që jetojmë. Ti të më dukesh ti mu i mirë, të më dukesh unë ti të më duk për ti të jem unë i mirë edhe ti për mu të jesh i mirë. Po vëllezër të nderuar, nëse i pyet disa jo besimtar, dhe i thu pse s'ki e fëmijë, çka thot ai? Thot a din sa kushton një fëmijë? Miliona, thot, duhet paguaj kran ke kas për atë, po duhet shkolla, sende, investime. Kur i bën hesapin, thot një fëmijë më kushton mu derisa të bëhet 18 vjet, Allah e din sa milion. Edhe i duket rron, edhe thot s'm duhet fëmijë mu. Po pse? Thot mjafton mu një qen. Dhe ta marr një qen edhe të kënaqem me këtë qeni. Subhanallah. O vëllezër të nderuar, a nuk shiqoni ku ka ardhur vetdia e njerëzimit? Më i mirë për ti o qeni se njeriu. Kjo realitet, ju e shifni për ditë. Si mundet, para me ndaboja një pyetje vetvetes, si mundet be një njeri i mençët, thotë më e mirë ta kem një qen se sa ta kem një fëmijë. Do me thonë, qeni është më i mirë se njeriu. Qeni është më besnik se thot fëmiu jem. Se fëmiu thot si të rritet, ai atëherë do më faroneve të kitë parët mi hanë, do më lodhe, ma lodhe shpirtin mu. A qeni thot shumë i ngjushëm është. Po pse o vëllezër të nderuar? Se njeriu, do me thonë, qeni është më i ngjushëm se njeriu. Po e dim pse. Pse ki njeri që e lenti edhe nuk e edukon e buhet më i keq se qeni. A nuk ka thonë Allahi inhum kel en'ami bel hum edal, ka njerëz të cilët buhen sikur kafshët dhe më të këqija se kafshët. E kështu në këtë rast, dikush prej njerëzve ka pa fëmijën e filonit se ai non stop ka qenë hasmi i prindërve të tij, vetëm për interesi ka dash dhe kur s'ka ndihmu prindin dhe vet, atëherë thot vallai më mirë ta kem një qen, unë dia buk bara me di se të marrun e shtëpinë. E di bile se bile kur ti tham hes të kaj dhe vije. E kështu fëmiu ti tham hes të kaj shkon të qe, unë i tham bjema këtaj zeher të bije, ti gërkon buka të bije helb, e kështu prandaj o vëllezër të nderuar, në qoftë se fëmiu edukohet, bëhet një shembulltir, jo vetëm për prindit e vet. Ai bëhet i hajrit ndinjo për këtë qerit, sikur tha pejgamberi sa shembulli i besimtarit është sikur shiu. Ku të shkon ai është fjalë ëmbël. Cilën ta shofe e përshëndet, me cilën të rije i lën një përshtypje të mirë. Cilën kushdo që të ketë nevojë, ajo është i pari që i ndihmon, kështu njeriu mund të bëhet më i miri. A mirë po, për të buaj më i miri, dikush duhet të punone, dikush duhet ta bindet, dikush duhet të flasë me atë, bisedon me atë, dikush duhet t'ja tregon se kush është Zoti i atij, e kështu ai do të bjerë në pozitën e njeriu, edhe atëherë do të bëhet i hajrit dhe ndihmës për të tjerët. Nëse e kupton fen sipas Allahut, atëherë edhe të rish me prindin tënd mund të kënaqesh. Edhe nona do të rije me fëmijën e vet dhe të kënaqet. Pse se e din se një fëmijë që ti e investon për të, shpërblimin e ketë Allahu. A nuk tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ne duam njerëzit të vetëdijsojmë, o ju që mendoni se pa fëmijë është kënaqësi. Jo wallahi. Kënaqësi është, thot pejgamberi alayhis salam, vetëm përveç se ky fëmijë është prej mirësive të dinjos, prej pasurive më të mëdha të dinjos, ajo është edhe prej mirësive të ahiretit më të mëdha. Shiqos që është prej mirësive të dinjos, thot Allahu dhul xhelal në Kur'an, el malu wal banun zinatul hayatid dunya. Pasuria dhe fëmia janë prej mirësive më të mëdha kësaj dinjos. Një njeri që s'ka fëmijë, vëllezër të nderuar, me i thon atij sa pagumbet kish një fëmijë, thot ki ti jap. E kur i jep Allahu pastaj çka? Nëse se jep mundin ki që duhet ndaj ti, atëherë thot se më duhesh ka se ki qenë ka i keq. Jo, ai mirë është, po vetëm se ne duhet të punojmë që ai të bëhet i mirë, pastaj të vjeli mirësit. Në qoftë se don të mje o vëllezër, kështu është rregullin dinjor. Në qoftë se mbjell gruan, do të korrish gruan. Në qoftë se s'mbjell kur xhodet dalën arën tonë fera, apo? Kur ke pa atë njeriu shkon ta korre grunin a kurse ka mbjell. S'ka kështu, unë s'kam djua ala. Edhe ne në qoftë se duam të vjelim sjellje të mirë dhe moral të mirë dhe hizmet të mirë nga fëmiu jot te ti, atëherë duhet mbjellish diçka, duhet mbjellish edukat mirë. Atëherë çka? Ke mbjell edukat mirë, ke mbjell islam, ke mbjell vetdije te fëmiu jot, atëherë prit se kur do jesh zor për të, atëherë wakhfid lahuma janaha dhulli min ar-rahma, thot Allahu, dhe atëherë të shtall vakrat e tua të përkuljes. Do të thonë kur e shef babën e vet, e sheh edhe nonën e vet, i sheh me përkulje, me turp, me keqardhje. Thot si be ti kisha ndihmu? Jo, s'du të ti shahsit.
Se ti ke mbjell një keqardhje taj, ke mbjell një moral, pastaj ajo reflektohet kur vin koha e korjes e asaj pleqërisë tënde, vin koha që ti duhet ta korrish dhe të korrish me të vërtetë se ai që ka mbjell, ai korr, ai që s'ka mbjell, çka të dalë fera, domethënë të dalë. Prandaj o vëllezër të nderuar, Islami përveç se nxiti që e tregoi Allahu se fëmia është nimet. Pastaj nxiti pejgamberi alayhis salam thatën fankahul walud al wadud. Sa martohuni me gra që u lindin fëmijë. Martohuni me gra që janë të dashura për ju dhe ata lindin fëmijë. Nuk ka nevojë shumë të shpjegojmë në këtë, se nuk është tema ta shpjegojmë krejt hadithet. Pastaj tha pejgamberi sa fa inni mubahim bikumul umama yawm al-qiyamah. Fa unë dhe krenohëm me burrat e mirë sikur ju ditën e Kiametit. Tham Allahut, dhe dalin këtë njerëzit ditën e Kiametit. Thëm shifni këta burra sa të mirë janë. Shiqo çfarë historie të mirë kanë lënë. Çfarë gjurmë është mirë e lanë atje. Domethënë dhe krenohet pejgamberi sa me musliman të mirë sikur ju ditën e Kiametit inshallah. Dhe thote, pse ti ishe i keq ki ishte i mirë. Shiqo sa ka pas burrat mirë, po ju pse nuk u bot edhe ju tjerit, domethënë sikur ju. Kështu pejgamberi sa krenohet me besimtarët ditën e Kiametit dhe i nxiti njerëzit që ata të kenë fëmijë, se fëmia është prej nimeteve të dinjos dhe jo vetëm prej nimeteve të dinjos, po ajo është edhe prej nimeteve të ditës Kiametit, që tha pejgamberi alayhis salam, çka është prej nimeteve të ditës Kiametit? Tha pejgamberi alayhis salam, atë të cilën Allahu e sprovon me vajza. I ka thonë Allahu dikuj 2 apo 3 vajza. Pastaj thot ai edukon ata ashtu si duhet, i edukon si duhet, ja jep hakun në edukat. Jo vetëm merre digitronin, merre iPadin, na telefonin me babën të kompletu këtë kushtet, komplet telefon, komplet iPad, komplet ku ta di çfarë, ku dush shko, e unë të kom kënaqsh të ndinjo. Jo, ta kënaqesh me iman, me besim, sa i ka një shprastin në shpirt, me i dhon 5 milion pare se një mbushën këtë shprastinën në shpirtit, që duhet mbushet me iman. Nëse ti si mbush me iman, e përherësh i shmrazët. Nuk mbushën zemra me atë që mbush xhepin. Domethënë, xhepi mbushet me pare. A mon zemra mbushet me iman, se ne mbushesh me pare. Keni patë një shlinë në zemër pare, s'ka, nuk hin. Ati duhet vetëm imanit, hin edhe atëherë zemra është rahat dhe qetë dhe këndshme dhe e lumtur. U vëllezër të nderuar, ai që e sprovon Allahu dhe jep vajza dhe edukon ata, thot pejgamberi sa do të jenë mbrojtje prej zjarrit të xhenemit. Don Allahi të truaj pi zjarrit të xhenemit. Ti ke shumë punë që ruash, rupi harameve dhe ruash për zjarrit xhenemit. Mirë po ke do bënu se qërë që fëmijët e tu, që ti e ke edukuar ndonjë, edhe në qoftë sa i vdes dhe ti nuk kesh vjen mirësitë e ti ndonjë, ditën e Kiametit thon, wallah, po ki prindi jon u lodh të punu, që të na ushqen, që të na edukon, që të sillet mirë. Edhe thot, ti këtë prindin ton do ta çosh në xhenem, pa din sa u lodh për ne. Ki këtë emanet që në edhajet i ati ajo sjell shumë mirë, pastaj ata ndërmjetësojnë dhe buhen pengesë që më hinë në zanë xhenemit. Sa vetë fëmijët e tyre do t'i pengojnë për zjarrin e xhenemit. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur vdesi biri i Ademit, i ndërpritën gjithë punët përveç 3, dhe përmendi prej tyre fëmiu, cili fëmijë? Halal, fëmiu i sjellshëm, fëmiu i edukuar, fëmiu musliman i cili lutet për atë. Dhe më thonë, ti e ke mësu fëmiun, ti e lutë për fëmiun tanë jetën, je ke dhonë kontribut, edhe pastaj ajde lutet për ti. Ti ke vdek dhe punët e tuja jam shilë të fteri jotë, mirë për nuk kom shilë se e ke lonë një halal për mas atje. Prandaj tha pejgamberi alayhis salam, ati vazhdojnë punët. Ai fal namaz, thot Rabbana atina fid dunya hasanatan wa Rabbana ighfir li wa li walidayya. Wallah falem mu falem, ama më i harone babën tim, prindin tim, nonën tim, babën tim, mos i hara walil mu'minin dhe besimtarët tjerë. 5 vakët namaz o vëllezër të nderuar bën dua për ti. 5 herë në ditë ati kujtohet për ti. Megjithëse ti bën puna vaket dhe një herë kur je në gurbet haron për 5 herë në ditë ta kujtosh fëmijën tënd, mirë po Allahu ta ka shpërblej bile minimumi 5 herë në ditë, ai të lutet për ti, kur lutet për vete dhe lutet edhe për ti. Kjo është nimeti i Allahut të vëllezër të nderuar, atij që i ka dhënë Allahu fëmijën dinjë, kjo është mirësi, mirë por këtë mirësi ta shfrytëzon dhe ta edukon, do të shijon mirësitë e fëmijët në dinjë dhe në ahiret. Pastaj tha pejgamberi sa, atij që i vdes fëmiu para se me hi mbylik,
Bën puna vaki, ka vdek dikuj, fëmiu thot, ai do të bën shefat për prindit e vet. Në një hadith ka ardhur ku i vdesin 3 fëmijë para se me hin moshën e mbilikut, thot ata i bëjnë shefat derisa ta shpëtojnë pizar me xhenet. Derisa ta çojnë xhenet, bëjnë shefat për prindin e vet. Ka thonë një grua ja Resulullah, po nëse di fëmijë i kanë vdek dikuj në atë moshë, thot edhe di. Prandaj thon dietarët kishte pas edhe një grua tjetër, që i kishte vdek vetëm një fëmijë, di kishte thon pejgamberi sa edhe një. Se fëmijët dhe bëjnë shefat për prindit e tyre ditën e Kiametit. A e kuptove se që këtë vlat që ta jep Allah në dinjo, ajo është prej mirësive më të mëdhoja të dinjos, më e vlefshme se pashuria që e fiton. Dhe më thonë, po jo vetëm për dinjo që është më e mira, po edhe për në ahiret është më e mira, ata dalin selamet dhe të ndihmojnë ditën e Kiametit. Prandaj o vëllezër të nderuar, Islami i dha rëndësi, i fëmijëve dhe gjeneratave të reja. Ata janë ardhmëria e popullit. Tha pejgamberi sa shiqos se çka thot pejgamberi Allah. Thot edukoni fëmijët e juaj 20 vjet para se me lindë ata. 20 vjet para se me lindë. Si ta edukoj? Ku ta gjojun ata edukoj 20 vjet? Që do të thot se nëse dëshiron ti ta edukojsh një fëmijë, duhet me eduku babën edhe nonën e atij. 20 vjet para, punoti nëse baba dhe nona që janë të edukum, ata fëmijë dhe dalin të edukum, gjithsesi inshallah. Se ke dhonë kontribut 20 vjet para, dhe ke mbjell para disa viteve, edhe shtash koha kur korrën, do të dalin dhe me thonë produktet e mira. Pastaj disa shkaqe, që Islami u kujdes për fëmijët, u vëllezër të nderuar, Islami pru rregulla. Jo si të dush bon fëmi, si më dush bon, si të dush bon edhe qoje dlin rrugë, si të dush qoja sociale që më interesan mu, jo po pru disa regula dhe me thonë për fëmi, tha pejgamberi alayhis salam, kush flen dikush me gruan e tij, le të bon bismillah dhe le të thot një dua, le të bon bismillah, pastaj në qoftë se bon bismillah dhe thot, o Allah, gjennibna shejtane, o gjennibi shejtane amma razaqtana, o Allah largon nga ne shejtanin dhe shejtani largon nga ajo që na furnizon neve, tha pejgamberi Allahut në qoftë se si rezultat i asaj fletje mes burrit dhe gruas lindë një fëmijë, atëherë thot e mbron Allahu prej çdo shejtanit. Allahu e mbron prej shejtanit jetën e tij. Në qoftë se dëshiron që Allahu të harronsh një fëmijë prej shejtanit, do të thonë kur flen me gruan mësohet që këtë dua, Allahumma jannibna shejtane wa jannibi shejtane amma razaqtana. Kjo është një edukat që duhet ta dije muslimani, pastaj Allahu e mbron fëmijën tënd. Do të thonë ti e ke marrë një sebeb. Pastaj o vëllezër të nderuar, a nuk shikon se Islami sa i dha rëndësi fëmijët, në qoftë se një grua është me barr, atëherë ka të drejtë mos agjiron në qoftë se mund ta dëmton fëmijën, shëndetin e fëmijës. Ki fëmijë ende skandal dinjo, ala sa është as i gjallë ku e din çka, edhe ka krijohet fëmijë, a formohet as formohet, Islami i dha rëndësi. Ki fëmijë në qoftë se nëna e saj e din se mos hanë bukë, agjiron e nuk agjiron, po agjirimi është pi kushteve të fesë, 5 kushte i ka kjo feja, 5. E në që ata të zojmë t'i hjekim, po jo, t'i hjekim për shkak një fëmijë që është në barkun e nënës. E paramenda sot një grua pinë cigare, bile të tjera edhe alkohol, Allahu na rujt, edhe nuk i intereson për fëmijën e vet. Allahu i këtë ibadet e largoi, tha, nuk ka nevojë, dhe agjirojsh të një herë tjetër. Kur dhe lindish fëmijën, atëherë dhe agjirojsh. Bile kanë thonë, edhe në qoftë se nona është duke i dhonë gjithë dhe agjërimi e pengon ushqimin e fëmijës, s'ka fëmijë ushqim mjaftueshëm për të pi për shkak, atëherë jo, s'ka problem. Le mos agjironë në simjet, nuk e ka problem. Pse? Se kjo është duke ushqyer fëmijën. Shiqoni vëllezër të nderuar. Po bile, dhe më thonë, Allahu na tregoi në Kur'an se nona duhet të jep gjithënje fëmijët. Sa kujdes Allahu për fëmijën dhe gjeneratën e re. Pikur para se me lej, para mendo. Edhe ndaloi abortin, prandaj tha Allahu dhul xhelal në Kur'an wa idha al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Dhe atë ditë kur ajo foshnja, ai fetusi, ai fëmiu në barkun e nënës, do të pyete Allahu ditën e Kiametit, thotë çka, pse vdiqet ai? Pse ti të mbitën? Çfarë mëkati, çfarë gjinofi bune, çfarë kriminali ishe ti që ata nxorën dhe mbytën? Kjo është mëkat o vëllezër të nderuar, e sidomos në qoftë se mas 120 ditëve kur fëmijës i jepet shpirti, kjo quhet vrasje. Sikur me e vrani një që ka lind, apo një në barkun e nonës të di quhet vrasja e njëjtë. Bile shkon një grua o vëllezër të nderuar ke doktori, edhe i thot sa e kom lind një fëmijë, thot më njëherë kom me barë me një fëmijë tjetër, thot nuk duj çka kështu une, se planifikova unë kështu. Thot ta kishim nxjerr fëmijën.
Po thot a e din, thot doktori, ki doktori musliman i mirë, thot a e din se kjo thot është e domshme, kjo zvon, kjo dëmton edhe nonën, po edhe me gjithë sa atë mbytën moti, fëmiu në mbyt, fëmiu ma shumë se 120 ditë veç i vin shpirti. Përveç në qoftë se rrezikohet jeta e nonës, është e sigurt se nona do të vdes në qoftë se e lindën këtë fëmijë, domethënë s'do të arrihet ta lind atëherë lejohet, përndryshe nuk lejohet. Edhe i thot ki doktori, thot a din se edhe për shëndetin e nonës nuk është e mirë ta ndërpresish këtë procedurë, këtë nimet të Allahut që të ka dhënë. U vëllezër, më mledh këtë dinjoja, ne këtë çka ka njeriu në dinjë, ta bëjmë një fëmijë, ta krijojmë se ne bëjmë. Allahu është ai që e krijon fëmijën në barkun e nonës vet dhe ajo se din se çka bëhet. Njeriu krijohet në barkun e nonës, nona nuk din çka bëhet, vetëm ham, pinë dhe flen, që tërkush e krijon atë. Kjo është Allahu vëllezër. Me thonë hajt bonja ju, mirëni që ndisni një fëmijë, këtë njerëzit ishim mbledh, me çfarë do teknologjia asnjë sens nuk kishin bërë. Kjo është Allahu që e krijon. E ki doktori i thot, po pse thot e rrezikon edhe shëndetin tënd? Thot hajde thot do të mos i ti dashke vetëm një fëmijë, dhe morim thot dhe mbysim këtë fëmijën që ka dalë më veç në dinjo, se ti dashke veç një, e atë mbar klije le zhvillohet se nuk ajtë dhe lindishën e ti e siguron në jetën tonë, e në ajlet jese. Po thot si thuet ti unë të mbys fëmijën tonë. Po thot e njëjtë është. Ndash ne murën vendim të mbysim që këtë që ka lind, ndash murën vendim atë që ende s'ka lind, ati e thonë shpirti, e vetëm se jeton në barkun e nonës, ki ka dalë jeton dinjo me ajrë, aj nuj atje jeton, aj që e zhvillot. Vëllezër të ndëruar, Islami edhe para se me lind fëmiu i dha rëndësi. Bile edhe trashëgimia në qoftë se një fëmijë sa lindën, i ka vdek baba para se me lind. Edhe dihet se gruaja në Islam është me bark. Nuk ka të drejtë të ndahet trashëgimia. Trashëgimia nuk ndahet derisa të lindë fëmiu. Momentin që lindën fëmiu dhe ai ka lind i gjallë, atëherë dihet, në qoftë se është gjallë, kush është trashëgimia e këtij. Edhe në qoftë se është vajzë, sa është hisja e trashëgimisë kësaj, megjithëse baba në qoftë se i ka vdek para lindjes, domethënë Islami është kujdes për fëmiun edhe kur është në barkun e nonës mos e lënë pa trashëgimi. Në qoftë se i ka vdek baba apo ku ta diun çfarë, ki domethënë merr hise dhe kujdeset Islami për këtë. Megjithse sado që të punosh në themi rezultati është në dorë të Allahut dhul xhelal. Mirë po, në qoftë se Allahu e sheh se ti mundohesh për fëmijën tënd, nuk të hap Allahu kontributin. S'ti humb Allahu duvat e tua. Ti të lutesh o Allah mbarso ma fëmijën për ditë kur bën dova dhe i çon durrët, thua Allah, këta fëmijët e mi bëj halal të hajrit, dobishëm për vete, për familjen e vet, për prindit e tij, për shoqërinë, bëni musliman të mirë, le të ta adhurojnë ti mirë si duhet, le ta përkrini ibadetin ndaj tij. Lutju Allahut për ditë për ta. Nuk ta çon Allahu kat duan tënde. Kur shef Allahu sinqeritetin tënd dhe kur e sheh mundin tënd, prandaj tha pejgamberi sa çdo fëmijë lindën i pastër, lind i pastër. Pastaj prindit e vet çka? Tha e bëjnë jehudi, e bëjnë të krishter, e bëjnë adhurus të zjarit, ose e lojnë në atë natyrshmërinë e vet që i ka kriju Allahu, e bëjnë musliman. Dhe ne o vëllezër të nderuar, ne shohim se këtë popujt japin kontribut që t'i kritëzojnë, ata shpejt e shpejt shkojnë sa lind fëmiu e zhitin ujë atje, që ta lajnë me atë ujin ku ta diun me kriç, atje shpejt e shpejt ta bëjnë krishter, e musliman sot Allahu na rujt para se me lind që zgjedh një emën të krishter apo jehudi, po çka do të bësh o vëllezër të nderuar? Në qoftë se pi fillimi me emrin do të çesësh pi Islami, ma pasi me punë të tjera. Zgjidh një emrin e mirë fëmijët, mundohuni dhe edukoni atë që ai të jetë i hajrit për vetvete o vëllezër të nderuar, t'u bën dobi juve në dinjë dhe në ahiret. Nëse flasim ka ende më shumë mirë, por kjo ishte vetëm se një motivacion sicili shtet, secila shtëpi, secila komunë, secili fshat, secili qytet, secila xhami duhet të mundohet dhe të kihet një farë ideje dhe ta preokupon një grajle se çka të bëjmë ne për këtë tri. Si t'u alojmë këtyre këtë fenë Allahu dhul xhelal që pastaj ata të jenë njerëz të mirë, shembulltir për këtë njerëzimin ndënjoh. O vëllezër të nderuar, nuk mjafton them edhe një herë dhe e përfundoj që vetëm barë që do mbushim me ushqim fëmijëve tonë dhe trupat va veshim bukur, po t'i veshim edhe me petkun e moralit dhe me imanit, nga se kjo është ajo krijesorja që e man njeriu njeri dhe e bën njeriu njeri dhe me të pastaj kemi dobi ndinjo dhe në ahiret. Lutim Allahun që të na mbarsoj neve, familjet tona, fëmijët tonë dhe fëmijët e gjithë muslimanëve. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.